Mendoj që fajet janë tek pozita, sepse pozita duhet me pas një ofertë. Një ofertë politike edhe një ofertë që ngërthen në të qeverisjet përbashkët me njënën nga partitë ose me dy partitë. Varet si e mendon qeverisjen e ardhshme. Tani, deri tash nuk kam dëgju ose s'kam lexu dikun që ka bërë ndonjë ofertë përveç se e ka ofru kryetari në kuvendit. Dhe kryetari i kuvendit, kur ti je si parti në opozitë, është një heq. Sepse ai është një speaker në mesin, në mbledhjet e kryesisë është në mesin e shumicës, që vendosin janë të VV-s. Dhe atë ky kryetari i kuvendit i metet vetëm me udhëheq edhe mbledhjen e kryesisë. Nëse në kuvend, ky ka rregulloren e kuvendit dhe është speaker, nuk ka ndaj fuqi politike, ku më di se çka. Mas shumti, po më i kam ia dhënë dikujt 2 minuta më shumë, që as ato si ka të lejuar realisht me rregullore. Se ne ju kemi dhënë edhe me ka gjysmë ore Albin Kurtit me fol më shumë se që e ka leju rregullorja, por Kadriu ka qenë i tillë, si hajt le të folë, le të shfryhet, edhe e ka lënë. Nuk po është ofertë serioze atë të cilën e paraqiti Kurti. Çështja e kryetarit kuvendit nuk është LDK-n apo edhe për PDK-n e pat një ofertë. Për PDK-n, unë mendoj që as si parti, po kryetarit kuvendit me e gjetë dikën, nëse kombinohet oferta në qeveri, ndarja e detyrave dhe përcaktimi dhe angazhimi për me bën një program përbashkët realizues dhe me pas një komision mbikëqyrës sa po realizohet ky program i përbashkët për interes të gjithëve që hyjnë në koalicion, atëherë është okay. Por praktika deri tash ka qenë vje keq, por nuk ka qenë e tillë asnjëherë. Thënë, ministrit janë konë gjithmonë në një farë mënyrë levat e kryeministrit. Ose ma shumë këshilltar të kryeministrit dhe vendimet i ka marrë vetë. Pra, Kosova nuk është, edhe pse është me kushtetutë republikë parlamentare, Kosova është republikë qeveritare, republikë kryeministrore. Dhe deri tash, kryeministrat gjithmonë kanë qenë violinë e parë dhe ka vendos qa kanë deshtë, sepse kanë pasur edhe shumicën kuvend. A ka ndodhur ndonjëherë rast përveç për shembull PDK ka pas raste kur s'janë pajtuar dhe kanë folë edhe në kryeministrit vet. Por a ka pas ndonjë rast që ka diskutuar ndonjë deputet kundër Albin Kurtit i VV-s? Ka qenë një, edhe atë e largun për grupit parlamentar, sepse u aprishi harmoninë dhe mënyrën se si funksionojnë. Pra, na ose duhet me pas ofertë Albini për partitë opozitare, mi marrë në koalicion, ose duhet me shku në zgjedhje të reja. Ose ta bën, i ka votat e veta, le të lut listën sërbska, le të lut edhe këto pakicat e tjera, edhe në një parti, më ditë nashta dënë me i me tonë koalicion, ose le të merret me PDK-n edhe LDK-n edhe ta kryoj atë qeverinë, parlamentin, edhe ta zgjedhin presidentin. Ku është problemi sipas jush, zoti Haliti? Është problemi te kostumi kushtetues nëse mund ta quaj ashtu, apo problemi diku tjetër? Që 2 vite në krizë. Këtu ka në margjina ka të gjitha partitë kanë të lashe.
Gjithmonë violina e parë nuk është ulur në karrikën e duhur. Por mendoj që janë dy gjëra. E para, friga e Albinit nga opozita me i dhënë fuqi në qeverisje edhe në veçanërisht tek presidenti. Dhe problemi tjetër është Kushtetuta e Kosovës, ose më mirë me thonë, vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, i cili po vazhdon me u zbatu edhe në vitin 2026, që në rrethana normale, në një shtet normal, në shtet të së drejtës, në një shtet ku konstitucionalizmi ose konstitucionalistët janë të nivelit të duhur, s'po them të nivelit të vendeve me përvojë shumë të madhe demokratike, po mesatarisht me pas një vetdije dhe me funksionu pa inate, do duhej ose ai vendimi që është marrë 2014 të amandamentohet në Kushtetutë, ose konsiderohet si vendim që është marrë për një çështje në vitin 2014, por tash është një çështje pak më ndrysh, dallon. Kushtetuta nuk krijon bllokada. Nuk lejon bllokada. Njerëzit që interpretojnë Kushtetutën po krijojnë bllokada. Dhe tani këtë çështje duhet në zgjedh. Ose me marrëveshje me të i kalu problemin, ose përmes bisedimeve partit mu marrë vesh me rregullu çështjen e vendimit 2014 që të mos zbatohet në variantin që është zbatuar atëherë, edhe pse, tash unë po flas, sepse Partisë Demokratike dhe koalicionit atëhershëm i ka ra mirë, se e kemi kalu situatën siç na ka konvenu neve atëherë. Por na nuk guxojmë me vazhdu me të njëjtën mënyrë me funksionu Kosova me friga kryesore në zgjedhje me qenë a do të krijohen institucionet ajo. Sot ekziston ky shqetësim i qytetarëve. 63% nuk morën pjesë në zgjedhjet, zoti Haliti, në zgjedhjet e 7 qershorit. Shih që njerëz kanë një pakënaqësi të shprehur në mos të madhe për mënyrën e politikës. Aty ku nuk ka obligim ligjor me votu, gjithmonë edhe kur s'ka interes njerëzit nuk votojnë. Tani këtu në Kosovë votimi është votim me inat ma shumë, edhe me tifozllëk se sa votim për veten. Se njerëzit realisht ofertave dhe programeve nuk po ju besojnë mo. Aq sa duhet, sepse me i besu programit të një partije, ti duhesh me i pa interesat tua në qatë program, dhe me i besu që e zbatan. Dhe pastaj, mekanizma tu me mobilizuat parti, elektoratin, me votu. Tani, me rëndësi është elektorati që s'është pjesë e partive. Na këtu njerëzit flasin, hajnë bukë me parti. Kretë bisedat janë kush është më i mirë, kush është më i keq. Thuaj që ata edhe politikanëve i kanë pagzu. Edhe tash e din ata që edhe prej kohës pagzimit kush që ka bërë dhe kush sa i mirë është dhe sa i keq është. Pra, ne duhet patjetër ose me bë votimin të obligueshëm, ose me qenë sinqert me elektoratin e para, dhe dokumentin themeltar, Kushtetutën dhe ligjin për themelimin e institucioneve, mos me leju me pas pengesa në krijimin e institucioneve. Një zgjidhje ligjore duhet bëhet. Ultimative që bëran. Kushtetuta është. Nuk mundesh, duhesh me interpretu Kushtetutën. 30 ditë, zoti Haliti. Okej, 30 ditë. Por
që të konstituat nga certifikimi. Kushtetuta thot, presidenti i vendit zgjedhet me 80 vota. Po, 2 herë. Procedura fillon kështu, po. 2 herë. Dhe herën e tretë, kur janë 80 vota, Me shumicë thjeshtë. me 61 vota zgjedhet. Po. Ose ma shumë sa. Po ma pak s'ban. Tani, krejt botën, ku dënë, në praktikat parlamentare, kryesusin këtë rast, po e them Avni Dehari që është, nuk ka nevoj me numru deputet. Ai ka mi thirë emën për emën. Ken në salë edhe s'ken në salë. Kryesusi duhet me konstatu sa vota janë kuti, jo sa njerëz janë në parlament, në salë. Dhe votimi i parë fshihet, duhet mu fshi, kaloj votimi i parë, hymë votimin e dytë. Votimin e dytë janë 70 vota, prap nuk e ka arrit numrin e duhur, kalojmë votimin e tretë. Votimi i tretë i bën 61 vota edhe duhet mu konsideru i zgjidhur. Sipas meje, pra po them, edhe sipas kësaj kushtetutës që kemi. Çka menoj unë, si kur kryetar ose udhëhesi seancës, ose çka menon partia ime, për me zhbloku ose me bloku, është diçka krejt tjetër. Po ky burr që del me udhëhes seancën, duhet me u bazu në këto praktika. Edhe në qoftë se partia vetë e urdhon ndryshe, ai duhet me thonë unë pra se udhëhesi seancën ditën e mirë. Qaq mundet me bo. Na e kemi bindë dhe vetën edhe elektoratin dhe një farmase, sepse mas pari konstitucionalistët, që unë s'menoj që ka në Kosovë konstitucionalistë, por këta që e majnë vetën si specialist kushtetutës, po flasin me interesa politike. Po flasin edhe kur flasin ta që kanë qenë në gjykatën kushtetuese, atë 2014, kur është marrë ky vendim, normalisht janë të flakë me mbrojt atë vendim edhe me ekzekutu mënyrën e zgjedhjes presidentit në mënyrën si e kanë interpretuar ata atëherë. Por e vërteta është që në qoftë se duam ta interpretojmë gjykatën kushtetuese, atë kushtetutën e Kosovës, dhe jo vendimin e gjykatës kushtetuese, na mujë me zgjidh problemin. Midis asaj që thuhet taksativisht në kushtetutë dhe mendësisë politike që ka Kosova, duket një mes, një zbastir, zoti Haliti. Unë shiko kushtetuta, edhe kur shkruhet, edhe kur zbatohet, në këtë rast, i hap rrugë perspektives vendit, jo pengesave, jo me i qitë pengesa themelimit të institucioneve, zgjedhjes e institucioneve. Për që ata bëhet kushtetuta dhe kalon hapësin për zgjedhjen e një presidenti, po them tashma si po flasim për presidentin të fuqishëm, me 80 vota, edhe një presidenti me shumicë votash. Por e kemi prish mundësin e konkurimit të 4-5 kandidatëve për president. Gjithmonë deri tash është propozu një kandidat i cili është ditë që si fitan zgjedhjet, por sa me bo një fambulese që po e zbatojnë demokracinë. është një situatë, po të them, kaotike në interpretimin e kushtetutës edhe këtij vendimit gjykatës kushtetuese. Palët janë të ndara dhe nga njerë
ose gjithmonë edhe opozita insiston në zbatimin e këtij vendimit të 2014-s dhe është problem me fut në parlament shpalljen nul të atij vendimit, sepse një pjesë e antarëve të gjykatës kushtetuese atëherë kanë qenë, që janë sot, kanë qenë edhe atëherë, po besoj pjesë e gjykatës, dhe e kanë mbrojtë këtë vendim. Parlamenti nuk mundet mu mbledh dhe nuk mundet me shpall të pavlefshëm atë vendim, për faktin se nuk bëhen votat. Për me miratu një amandament dhe me shfuqizu një amandament duhen 2/3 e votave, duke përfshin këtë rast dhe 2/3 e pakicave, partive të komuniteteve tjera. Ajo është një situatë vërtet kaotike. Zgjidhja të ndërmjeme, Haliti, që... Zgjidhja ndërmjeme dhe më e lehtë është gjykata kushtetuese me shpallë, me abrogu vendimin e atëhershëm, me konsideru. Jo gabim, se ata na se pranojmë gabimin kur, apo jemi të pagabueshëm, por është shumë e lehtë me thonë që ky vendim është nxjerrë për vitin 2014, për situatën që ka qenë atëherë, kemi menuar që e fuqizon demokracinë, sot jemi në një situatë tjetër dhe duhet zbatohet kushtetuta dhe jo vendimi i gjykatës kushtetuese 2014. Kaq është. Një proces i amandamentimit kushtetues është i zorshëm në klimin aktual. Në këtë përbërje të kuvendit dhe këtë mentalitet nuk shkon.